Jemi nga cikli punët e mira që ka bë Enver Hoxha për Shqipërinë. Tani do zbresim nga kjo se kjo duket si Enver Hoxhës kjo karrocja. Edhe do ju tregoj azotikun e fierit. Një nga veprat që ka revolucionarizuar bujqësinë shqiptare në vitet 60. Hajde qik më përpara. Tu ka dhe zhurmë shumë fakt, por që të më kuptojnë njerëzit si ata që janë të djathtë, që kujtojnë se unë lavdroj Enverin, si ata që janë të majtë që kujtojnë se unë shaj Enverin. Jam objektiv për të dyja palët, thjesht në dorë. Shikoj e kjo është një nga veprat më gjigande që ka ndërtu sistemi komunist në Shqipëri. Si që folëm atë ditë për naftën, për rafinerinë e Ballshit, sot jemi këtu te azotiku i fierit. Mra rruga këtej, u kujtova për këtë, edhe thash t'ju themi ca detaje shumë interesante. Është vepër që ka industrializu bujqësinë, që u ka dhënë mundësi shqiptarëve të hanë bukë, se duke prodhu plehrat kimike, u rrit prodhimi, u rrit rendimenti i bujqësisë dhe u ushqy populli. Kjo ka fillu me u ndërtu në vitin 1965, e gjitha shifeni sa e madhe që është, kush e di se sa hektar, nuk e di sa hektar mund tjetë, dhe ka marru për 2 vjetë. Pra një vepër që nisin sot këta, jo të tillë, po çikërrim përballë kësaj, duhen 10 vjet ta marrojnë. Për 2 vjet ka marru kjo vepër, kanë punu mbi 3000 punëtorë. Kimistët më të mirë të Shqipërisë, inxhinierët më të mirë të Shqipërisë janë angazhu për ndërtimin e kësaj vepre. Ka fillu kapacitetin e prodhimit, e ka pas me 120.000 tonë, qysh në vitin e parë të punës ka prodhu 110.000 ton nitrat amoni, 200.000 ton ure në vit. I bi 320 ton në dit. 320 ton në dit, pra 320.000 në vit. Është tani pse çfarë rëndësie ka pas kjo? Mendojeni Shqipërinë në një situatë sapo kishte dal nga luftrat, një vend i varfër, një vend që punonte tokën me gomar, me parment, kaloi në industrializim. Kjo vepër këtu ka pas marrë pajisje dhe asistencë teknike nga inxhinier kinez, italian edhe gjerman, të asaj Republikës Socialiste Gjermane. Ka punësu, masi është vënë në punë, ka punësu mira qytetarë shqiptarë. E kishin punën të garantuar. Maroje për inxhinier kimist, e kishe punën të garantuar. Ishte afër me atë që është e Ballshit, me rafinerinë e Ballshit, pra ka pas si që hynë ato industria që ka kombinimet me njëra tjetrën, pra merrin edhe jepjen me njëra tjetrën. E kanë lënë këtë në 89-ën, e kanë lënë me 320.000 ton në vit. Në 89-ën një vit 2 para se të prishet sistemi. Ka pas cilësi jashtëzakonisht shumë të lartë plehrat kimike për kohën, derisa kërkoni keni të dhëna gjini që ka pas edhe eksport në disa vende të Europës. Dhe erdhi demokracia. Tani dalim këtu te pjesa jonë. E para njëherë kjo është shmontu dhe është shkatru gjatë kohës qeverisë socialiste. Ata e kanë marrë, kanë bërë disa kronika në për Top Channel atë në për klanrat ku i kanë bërë atje, kronika se ka rrezikshmëri, kështu e ka rrezikshmëri. Çdo fabrikë prodhimi që ka kimikate, prodhon kimikate, ka dhe lëndë të dëmshme. Dhe nuk duhet shkatrohet e gjithë fabrika, se nxirret e lëndë të dëmshme, po merren lëndët e dëmshme dhe çohen në vendin e duhur që mos përfundojnë në det. Siç tregojmë herët e tjera videot që i marrin edhe i hedhin det. Në vend që të rinovonin teknologjinë, e shkatrun.
Kjo është akt tradhtie që njerëzit e smur, mendjet e smura, enveristët e smur, thonë e ka shkatru Sali Berisha. Nuk e ka shkatru Sali Berisha këtë, nuk i ka shkatru Sali Berisha gjitha këto vepra, sepse nga 35 vjet pushtet, Sali Berisha ka nejt vetëm 13. 8 ka nejt 2005 e mrapa ku s'kishte gjë më, pjesën tjetër përpara kur ka nejt nuk ka pas mundësi edhe fizike me i shkatru, gjithë se i plasën 97-at e i plasën trazirat, nuk ka pas mundësi me i shkatru edhe sikur donte. Kohë fizike. Futuni edhe hapni trurin. Tani një pyetje kam unë. Pse kjo partia ju që votoni ju socialistja, pse nuk e ka fut në punë azotikun e Fierit? Po e latë shkatrohet. Se shkoni jepni votën ju, për këtë punë jeni, për nostalgjinë e këtyre, shkoni votoni një mafioz, siç është Edi Rama, që pasurohet mbi ignorancën tuaj, mbi votën tuaj. Pse e shkatroi partia juaj rafinerinë e Ballshit? Pse shkatroi azotikun e Fierit? Pse i ka shkatruar gjitha këto? Bëjni llogarit para se të hyni edhe të komentoni njerëzit, sulmoni njerëzit, shani njerëzit që ju thonë të vërtetën. Pra, në fund fare ka matematik çdo gjë. Nuk ka vetëm për psikopatët, për njerëzit normal ka matematik. E marrin të mirë gabimet që ka bërë Sali Berisha, turp ketë për gjitha gabimet që ka bërë. Por kohë fizike pushtet ka vetëm 13 vjet. Nga 35 që ka Shqipëria demokraci, pjesën tjetër e ka partia që doli si metastaz nga partia e punës që ka ndërtu këto vepra madhështore. Dhe të shkosh tani me nostalgjinë e këtyre gjërave të mira, të vazhdosh të votosh akoma mafioz, si puna Edi Ramës e Belinda Ballukut e të qeta e hajdutëve të këtyre, kjo është psikopati, pastaj këtu e keni fajin, vetë, ju vjen mirë si ju vjen mirë. Shikoj ato oxhakët, atje fillon rafineria, edhe përfundon e gjitha. Sot kullosin ca lop këtu, ka një tabel aty që thot i shesim, i japim me qera, kujdu një shkatrun komplet. Pse duhe shkatru e gjithë kjo vepër që është ndërtuar? Tani edhe 2 fjalë fundit do i them për pjesën që mendojnë se do ta përsëris shpesh këtë që ta kuptoni. Se po zhurm shumë ajo edhe më shkëput. Për pjesën që mendojnë se unë erdha këtu tani edhe po i ngrej për mendore Enver Hoxhës. Nuk është kështu, e kam thënë edhe një herë përpara, do e përsëris prapë vazhdimisht. Regjimet punojnë. Regjimet ngrejnë vepra madhështore. Siç është veprat që ka ngritur Enver Hoxha në Shqipëri, edhe ajo që kom thënë e ka marrë Shqipërinë 800.000, e kalon 3 milion e ca, dhe sot këta e morën 3 milion edhe e kanë po e çojnë 800.000, por ajo që i mat regjimet është sjellja me njeriu. Si është ma shumë bëjmë zhurmi të voglat i të çerrat se makinat e mëdha. Si sillet një regjim me qytetarin e vet. Një pjesë e mirë e këtyre punëve, këtyre veprave janë bërë nga të persekutumit. Ai regjim ishte gjakatar për sa i përket lirive dhe drejtave të njeriut. Prandaj quhet regjim i keq dhe shkon deri aty sa ja zeron edhe veprat madhështore që ka bërë. Ne mendojmë që shqiptarët janë të majt. Shqiptarët nuk janë të majt, po shqiptarët me sjelljen që ka bërë demokracia mas 90-s u është rikthy një nostalgji prej keqëqeverisjes së demokracisë. Kanë pas pritshmëri shumë të larta për demokracinë, nuk kanë marrë ato që kanë prit nga demokracia. Pra kanë prit lirinë e fjalës, e kanë marrë, i lanë gjithë bëjnë lama, po nuk kanë punë, nuk kanë mirëqenie të sigurt, nuk kanë shëndetësi, marron një shkollë, direkt i shkon menja për të shku për të punu jashtë shtetit, se s'ka punë këtu. Prandaj po mbyllen degët e shkencës, të shkencët e natyrës, se ku do punojnë ata? Kjo s'është këtu, do shkojnë të punojnë në Gjermani, në Itali, në njërin që ka marru, edhe i mbyllën universitetet i shkatrun. Në gjitha këto
në gjithë këtë panoramë, bashkëfajtor është edhe populli, se populli ka toleru këto, ai populli që i ka ndërtu këto, që ka dert gjake djerës me i ndërtu këto, po prapa ai populli ka prish. Se nuk mund t'i prish një qeveri, sa do e të shmendur tjetë nëse nuk do populli. Nëse populli ngrihet edhe mbron veprat e veta, mbron gjakun e vet, mbron djersën e vet. Na nuk i mbrojmë, edhe turme prishi sala, shkatroj sala, shifni gjithë këto rrëzhnokët e vjetër, këto maskaret që kanë mundësi me shkryt në për mediat të pushtetit, bëjnë analiza dhe gjithmonë thonë që i ka shkatru Sali Berisha. Nuk është e vërtet që i ka shkatru Sali Berisha, i kanë shkatru këta që kanë nejtë më gjatë në pushtet se ai. Bashkë me ato, po jo vetëm ai. Tani shifë shkruaj vetë, do takohemi prapë.